Të herë kom pas andër me u bo doktorish edhe me gjetë ilaqin për gjyshen. Unë i thësha gjyshe, pritë edhe pak se unë edhe pak e kry shkollën edhe kom e gjetë ilaqin për me të shëru. Fundjavat janë ma të qeta, në stinën e vjeshtës. Gjatë verës janë ma të zëna për shkak se të aktiviteteve që i organizojmë. Aktivitetet të ndryshme, dhe më thonë si hiking, paragliding, yoga në natyrë. Më thonë janë aktivitetet cilat i përmbushin vikendet e mija. Po, në përgjithësi, sa po ka interesim themi nga shoqëria jonë për aktivitete të tilla? Fatmirësisht, interesimi është shumë i madh. Shoqëria jonë veç se ka fillu me u vedisu nga koha e pandemisë, që vizitat në natyrë janë shumë të mirë se ardhura për gjendjen tonë shëndetësore, për ato mentale dhe fizike të njëjtën kohë. Dhe në njëjtën kohë janë argëtuese, janë shoqërore, duke njohur njerëz të ri dhe gjithashtu duke kaluar kohën me njerëz që veçinje, me shoqërinë, me familjen, me fëmijët. Në përgjithësi, e cekët që më shumë janë të koncentruara themi në ditët më të nxehta këto aktivitete, po gjatë vjeshtës, dimrit i frekuentoni? Po, gjatë vjeshtës edhe dimrit preferohet hikingu më shumë, për shkak se mund të bëhet edhe në temperatura të ulta, ndërsa yoga si aktivitet nuk mund zhvillohet në natyrë gjatë temperaturave të ulta, për shkak të temperaturave të ulta cilat mund të ndikojnë keq në trupin tonë. Dhe normal, paragliding nuk mund të praktikohet gjatë ditëve të ftofta, për shkak se nuk janë kushtet e përshtatshme për fluturim. Do të flasim për gjithë secilin prej pasioneve të juaja tek e tek, po ndalemi fillimisht të kthehemi kështu pas në kohë dhe po e shpalosim së bashku linjën e jetës suaj. Si e kujtoni fëmirin tuaj? Fëmiria ime ka qenë një fëmiri e qetë, mirë po ka pas shumë sfida, do më thonë, në jetën tonë shoqërore, pasi që momentin kur unë veç kam qenë fëmije dhe kur kam pas mundësi që t'i mbaj mend, do më thonë, fëmirin time, ka qenë koha kur prindtan janë larguar nga puna, shumë moshatar janë larguar edhe nga objektet shkollore, do thonë ka qenë një fëmiri sfiduse në këtë drejtim për neve si fëmi. Mirë po sa i përket, do më thonë, lojrave dhe aktiviteteve, ka qenë një fëmiri krejt ndryshe prej fëmirisë sot që kanë fëmi. Do më thonë, ditët tona kanë qenë prej, kur jemi kthy prej shkollës, deri sa ka ra teri në top, kemi lozë para banesës, do më thonë, në për lagje të ndryshme, me shokë dhe shoqe të ndryshme. Pavarësisht gjitha sfidave që i përmendet që keni pas në përgjithësi si fëmijë të asaj kohe, jeni rritur në një familje shumë antashe, apo jo? Po. Familja ime përbëhet prej, do më thonë, jemi 6 fëmijë, mami, babi, me neve ka jetu edhe gjyshja, ndjes pas shpirti saj. Unë i kam 3 motra, edhe 2 vlezër, 2 motra më të mdhaja, një motër më të vogël se unë, edhe vlezërit më të vegjël se unë. Gjyshja ka jetu me neve, edhe si fëmijë, normal, ka pas ato sfidat shëndetësore, edhe unë si fëmijë çdo herë kom pas andër, me u bo doktorish, edhe me gjetë ilaqin për gjyshen, edhe pse në njëjtën kohë kom pas dëshirë me u bo dhe astronaute, se më ka pëlqy gjithësia, do më thonë, yjet, më ka sfidu ajo dija për natyrën, për gjithësinë, për yjet se si funksionojnë. Edhe normal, mandej, pasi që e kom përfundu shkollën fillore, kom vazhdu në shkollë të mesme si teknike e farmacisë, do më thonë me farmaci, edhe në vitin e 2 të shkollës të mesme, gjyshja vish ndroj jetë, më thonë në atë kohë sa ishte smut, unë i thësha gjyshe, pritë edhe pak se unë edhe pak e kry shkollën, edhe kom e gjetë ilaqin për me të shëru. Normal, këto e më do më thonë andrat që besoj që se cili fëmijë që jeton me gjyshrit, e ka një pjesë të dëshirës, do më thonë, me ju ndihmu
momentet caktume kur nuk janë mirë me gjendjen e tyre shëndetësore.